Dashuria hyjnore e Arabies së Basrës, një udhëtim shpirtëror. A keni ndjerë ndonjëherë dashurinë e pastër, të pakushtëzuar për Krijuesin? Le të zhytemi në historinë frymëzuese të Arabies së Basrës, një shembull i devotshmërisë së thellë. Rabi el-Adaje, një shpirt i ndriçuar i shekullit të vijij, na mëson se adhurimi i vërtet buron nga dashuria e sinqertë, jo nga frika apo shpërblimi. Imagjinoni atë me pishtarin dhe kovën, duke sfiduar konceptet tona të kufizuara. Ajo dëshironte të shuante motivet e ulta, duke na ftuar të adhurojmë Zotin vetëm për hir të Tij. Ky është një mësim i thellë për besimtarët, studentët, studiuesit dhe të rinjt që kërkojnë kuptim në jetë. Le të frymëzohemi nga rabia dhe të kultivojmë një dashuri të thellë për Zotin, duke e adhuruar atë me zemër të pastër dhe qëllime të sinqerta. A jeni gati të transformoni adhurimin tuaj? Reflektoni mbi historinë e rabies, diskutoni me të tjerët dhe ndajeni këtë mesazh frymëzues. Vizitoni faqen tonë për më shumë mësime shpirtërore dhe filloni udhëtimin tuaj drejt dashurisë hyjnore sot.